Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. Një ditë pas njoftimit të ndryshimeve në qeveri, kryeministri Edi Rama sot mlodhi kabinetin. 3 të shkarkuarit, Belinda Balluku, Piro Vengu dhe Elisa Spiropali nuk morën pjesë. Në program për dje, takimi u shtypër sot për shkak të mbledhjes së grupit parlamentar socialist, kur Rama adresoi kritika të ashpra ndaj drejtësisë, duke akuzuar për ndërhyrje të pajustifikuara në legjislativ dhe ekzekutiv. Dje kryeministri shkaktoi një tërmet të vërtet në qeveri, jo vetëm duke bërë një zëvendësim të detyrueshëm të Belinda Ballukut. Shefi ekzekutivit të ndryshoi drejtimin e 8 ministrive 5 muaj pasi mori vot besimin e kabinetit të 4 qeverisës shtatorin e kaluar. Ministri e jashtme në largim Elisa Spiropali reagoi pas ndryshimeve në qeveri që sollën largimin e saj nga posti i kryediplomates. Në një postim në Facebook, Spiropali falenderoi Partinë Socialiste dhe kryeministrin për besimin ndër vite, duke theksuar se vendimet politike janë pjesë e një vizioni më të gjerë. Spiropali u shpreh se historia personale nuk matet me kozgjatjen e mandatit, por me gjurmën që lën në kulturën politike dhe morale të vendit, duke shtuar se dinjiteti është qëndrueshmëri përballë kohës. Në komandën e forcës toksore në Zallher u zhvillua ceremonia e dorëzimit të sistemeve raketore Javelin, ku ministri në largimin mbrojtjes Piro Vengu shprehu kënaqësinë që drejtoi këtë dikaster. Është kënaqësi në këtë moment tranzitimi i detyrës sime të linim këtë shenjë sot së bashku me partnerët tanë, theksoi Vengu. Këshilli i Ministrave i Shqipërisë meritoi ndryshime në pagat e mësuesve dhe stafit jo mësimor, si dhe rishikim të trajtimit financiar për ushtarakët dhe punonjësit e policisë së shtetit me efekte financiare që nisën nga 1 janari 2026. Vendimet përfshin krijimin e Inspektoratit Qendror të Arsimit Parauniversitar për monitorimin e standardeve, mbështetjen financiare të të rinjve në programin e talenteve rinore dhe ngritjen e një regjistri elektronik për ndalimin e personave në lojrat e fatit, duke forcuar kontrollin mbi aktivitetet fizike dhe online. Gjithashtu janë bërë ndryshime postesh në drejtorinë e përgjithshme të antikorrupsionit, ku Skerdi Tushi është emëruar drejtori i ri, duke zëvendësuar Insidor Rexhepin. Pas hedhjes së shortit u caktua treshja e gjyqtarëve që do të gjykojnë dosjen e kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, kryesuese Angjelushe Tahiri, ndërsa 2 gjyqtarët e tjera, Alma Kodreliu dhe Rudina Palloj. Më 9 shkurt gjykata e posaçme vendosi të kaloj për gjykim dosjen në ngarkim të kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj, bashkëshortes së tij Ajola Xoxa, si dhe 28 personave dhe shoqërive pjesë së njëjtës dosje. Kryebashkiaku i Tiranës ndodhet në arrest me burg prej 10 shkurtit 2025, ndërsa SPAK e dërgoi kërkesën për të kaluar dosjen për gjykim vetëm 5 muaj më parë. Ndaj Veliajt, prokuroria e posaçme përmend 13 akuza të tilla si korrupsion pasiv, pastrim parash, mosdeklarim pasurie, shpërdorim detyre dhe futja e sendeve në burg. Lajme nga rajoni. Në gjykatën speciale në Hag për rastin e pengimit të drejtësisë, prokurori specializuar lexoi pikat e akuzës që rëndojnë ndaj Hashim Thaçit, i akuzuar për 3 vepra penale kundër rendit publik dhe me 8 akuza për vepra penale kundër administrimit të drejtësisë së administratës publike. Prokurori tha se Thaçi mban përgjegjësi për tentim të pengimit të personave zyrtar në kryerjen e detyrave, shkelje të fshehtësisë së procedurës dhe mosbindje ndaj gjykatës. Hashim Thaçi është deklaruar i pafajshëm. Krahas ish presidentit të Kosovës, 4 të akuzuarit e tjerë që gjithashtu u deklaruan të pafajshëm janë Bashkim Smaka, Isni Kilaj, Fadil Fazliu, Ahredin Kuçi. Më 13 mars priten argumentet përmbyllëse. Lajme nga bota. Nuk ndalen sulmet ruse pas takimit dypalësh në Gjenevë të Zvicrës mes përfaqësuesve ukrainas e amerikan. Dronët rus vazhdojnë të bien mbi Ukrainë. Në ditën e 1465 të ashtu quajturit operacion special ushtarak, një 67 vjeçar humbi jetën në Kupjansk të Harkivit. Bisedimet e dieshme synuan përgatitjen e një takimi të ri që sërish do të sillte Moskën, Kievin e Washingtonin në të njëjtën tryezë. Në Ukrainë, një armë pushim hyri në fuqi në mëngjes në Zaporizhia për të lejuar riparimet në termocentralin bërthamore në një linjë energjie. Punimet pritet të zgjasin të paktën një javë. Akordi i armë pushimit me rusët u arrit edhe me ndërmjetësimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Tensionet në rajonin e Azisë Jugore morën një kthes të re pasi ushtria pakistaneze nisi sulm ajrore në kryeqytetin e Afganistanit, Kabul. Ky veprim vjen si një përgjigje ndaj intensifikimit të sulmeve ndërkufitare nga talibanët afgan, të cilët kohët e fundit kanë shtuar aktivitetin e tyre kundër objektivave brenda Pakistanit.
Shtëpia e Bardhë njoftoi se më 2 mars zonja e parë e Shteteve të Bashkuara Melania Trump do të drejtojë një takim të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kjo ndërsa Amerika merr presidencën mujore të këtij këshilli. Në takim pritet të theksojë rëndësinë e arsimit si një mënyrë për të përparuar tolerancën në paqen globale. Sport. Java e 26 e kategorisë superiore ngresi parin me klasiken e futbollit shqiptar Vllaznia Tirana në stadiumin Loro Boriçi sot në orën 19. Nesër luhen 4 takimet e tjera. Në orën 13:30 Vora pret në shtëpi Dinamon, në 16:30 përballjet Partizani Egnatia dhe Elbasani Bylys e në 19:30 Teuta Flamurtari sfida që mbyll javën. Parashikimi i motit. Sot vendi ndikohet nga kushte atmosferike të qëndrueshme, moti vijon i kthjellët në të gjithë territorin si edhe me vranësira të pakta e mesatare kalimtare. Temperaturat variojnë nga 0 në 20 gradë Celsius. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Armilda Methasani. Unë jam Edi Hallaçi. Kjo është Top Albania Radio.